Djerë Duraku është kapiteni e ekipit Arasta që vjen nga Prizreni i Kosovës. Hera parë që merrni pjesë në turneun në Shkodrës? Kemi marrë pjesë edhe në vite tjera. Ka qenë një turner shumë i organizuar dhe shumë i mirë dhe jam i gëzuar që kam marrë pjesë në këtë turne. Si ka luajtur të ditë në Shkodër me turneun? Kemi kaluar shumë mirë, me lojë të zhvilluara dhe që kishim një rezultat të mirë. Prej sa vitesh e ushtroni futbollin ju? Unë futbollin e ushtroj që 7 vite, që nga fillimi tek shkolla e futbollit Arasta. Si kapiteni Arastës, çfarë premtoni në të ardhmen? Premtoj që shkolla e futbollit Arasta ka me nxjerrë shumë futbollistë të mirë edhe që kanë më konë shumë premtues për të ardhmen. Djerë Duraku, çfarë objektiva kanë në të ardhmen? Ku synon të mri? Synoj të mri për të luaj për kombëtaren e Kosovës, siç jam dhe e përfaqësoj kombëtaren e Kosovës U13 dhe shpresoj të përfaqësoj deri në fund, deri në gjeneratat më të mëdha. Suksese dhe! Faleminderit.